Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 56 të surës Dhariyat, Allahu I madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjindët dhe njerëzit nuk I kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Ky ajet na mëson se qëllimi kryesor I ekzistencës së njeriu është adhurimi I Allahut, jo jeta pa drejtim apo vetëm ndjekja e dëshirave. Ajeti na mëson se adhurimi nuk kufizohet vetëm me ritualet, namaz, agjërim, haxh e tjera, por përfshin njohjen e Allahut, bindjen ndaj Tij dhe jetesën sipas udhëzimeve të krijuesit fuqiplot. Ajeti na mëson se njeriu është krijuar me një mision të lartë, që të jetë një rob I vetëdijshëm, I lirë nga robëria ndaj pasioneve dhe krijesave. Ajeti na mëson se vlera e njeriu matet me shkallën e adhurimit dhe devotshmërisë, dhe jo me pasurinë apo me pushtetin. Ajeti na mëson se njeriu është krijuar për të jetuar një jetë me kuptim, duke e njohur, adhuruar dhe respektuar Allahun fuqiplot në çdo aspekt të jetës. Mirëpo, për shkak të egos, harresës, mashtrimeve të djallit dhe të dhënit pas dynjas dhe bukurive të saj kalimtare, njeriu e harron krijuesin e tij dhe largohet prej krijuesit dhe furnizuesit fuqiplot. Edhe pse njeriu pra largohet e harron krijuesin e tij, Allahu nuk e ka mbyllur kurrë derën e kthimit tek ai. Kthimi tek Allahu fillon me pendimin. Pendimi apo taubatu nuk është vetëm ndalesë nga mëkati, por pendimi është rikthim I zemrës te Zoti I saj. Kthimi tek Allahu në thënjet e profetit dhe të ehli bejtit paqja qoftë mbi ta, nënkupton pendimin e sinqert, taubatun nasuha, dhe kthimin tek Allahu me zemër dhe me vepra. Në ajetin 8 të surës Tahrim, Allahu I madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina ma'ahu نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju ashlyj gabimet,
e t'ju shpjerë në kopsht të xheneteve, në për të cilat rrjedhin lumej, ditën kur Allahu nuk do ta turproj profetin dhe ata që besuan bashkë me atë. Drita e tyre do të shkëlqejnë para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata do thonë, Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe falna ne. Vërtet, ti je i fuqishëm për çdo gjë. Sa i mrekullueshëm pra ky ajet. Dhe na sqaron fare mirë mirësitë që ka kthimi tek Allahu fuqiplot. Duke na thënë se Allahu na i shlyen gabimet, na i fal gabimet dhe gjunahet kur kthehemi tek ai. Dhe na çon në xhennet. Dhe mirësia më e madhe në atë jetë është se do të jemi të shoqëruar me dritë. Inshallah të jemi rëbanorëve të xhennetit. Nga përpara dhe nga të ana e djathtën. Kthimi tek Allahu përfshin pendesën për mëkatet, vendosmërinë për të mos u kthyer më tek ato, kthimin dhe përmbushjen e të drejtave të njerëzve, përmbajtjen pas udhëzimit profetik, përkushtimin ndaj besimit dhe veprave të mira. Ky është kuptimi i vërtet i kthimit tek Allahu fuqiplot. Pendimi i sinqert është i domosdoshëm në çdo kohë, para se të vijë çasti i pakthyeshëm, që është vdekja. Sepse pas vdekjes nuk ka kthim më pas në këtë jetë, por fillon jeta e vërtet, jeta e vërtejme, jeta e përhershme. Në ajetin 31 të surës Nur, Allahu i lartësuar thot: Tubu ila Allahi jami'an eyyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kthehuni të penduar te Allahu të gjithë, o besimtar, që të jeni të shpëtuar. Ky ajet i bekuar na mëson se pendimi është i domosdoshëm për të gjithë, sepse të gjithë njerëzit gabojnë, qofshin besimtarë apo jo besimtarë. Dhe thirrja në këtë ajet u drejtohet të gjithë besimtarëve, duke treguar se askush nuk është i përjashtuar nga nevoja për pendim, pra që të gjithë. Ajeti na mëson se pendimi është rruga e shpëtimit. Shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër lidhet drejt për së drejt me kthimin e sinqert tek Allahu fuqiplot. Ajeti na mëson se pendimi duhet të jetë i vazhdueshëm. Pendimi nuk është një veprim i njëhershëm, pra e bëre një herë dhe mjafton. Por pendimi është një gjendje e vazhdueshme vetë pastrimi dhe përmirësimi. Ajeti pra përsëri na mëson se mëshira e Allahut është e gjerë. Fakti pra që Allahu i thërret besimtarët të pendohen, tregon hapjen e derës së mëshirës dhe të faljes për të gjithë. Shpëtimi arrihet pra duke u kthyer vazhdimisht dhe me sinqeritet tek Allahu fuqiplot, duke pranuar gabimet dhe duke u përpjekur për përmirësim moral dhe shpirtëror. Të dashur vëllezër dhe motra, pendimi nuk duhet të jetë vetëm fjalë, pra të themi o Zot pendohem tek ti, por pendimi duhet të jetë ndryshim i brendshëm. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ai që pendohet nga mëkati është sikur të mos kishte mëkat. Ehli Bejti, paqja qofshin mbi ta, na mëson se pendimi i vërtet nuk është vetëm me gjuhë. Imam Aliu, paqja qofshin mbi të, ka thënë: pendesa e zemrës është vetë pendimi. Pra, kthimi te Allahu fillon nga zemra që dhem dhe jo nga gjuha që justifikohet. Allahu
e do robin që kthehet tek ai. Në ajetin 222 të surës Bakara, Allahu i madhëruar thot: Inna Allaha yuhibbu at-tawabin. Vërtet, Allahu i do ata që pendohen dhe kthehen tek Allahu fuqiplot. Allahu nuk e urren mëkatarin që kthehet. Përkundrazi, ai e do ata. Kjo është një nga shprehjet më të thella të mëshirës së Allahut ndaj robit të tij. Imam Jafar Sadiq paqja qoftë ka thënë: cili do rob që bën një mëkat dhe pendohet për të, Allahu ja fal atij atë mëkat para se të kërkoj faljen e tij për e mëkatit. Kthimi te Allahu është kthim në natyrën e pastër, al-fitra, me të cilën pra Allahu ka krijuar të gjithë njerëzit. Siç thot ajeti 30 në surën Rum, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Kjo është natyra e Allahut me të cilën i krijoi njerëzit. Mëkati është largim nga natyra e pastër, ndërsa pendimi është kthim në veten e vërtet, në natyrën e pastër, pra me të cilën Allahu na ka krijuar. Imam Zainul Abidin paqja qoftë mbi të, në një lutjet e tij që quhet përgjërimi të penduarve, Munajatut Taibin, thot: O Allah, unë u largova prej teje jo nga mohimi, por nga dobësia e shpirtit tim. Pendimi i sinqert nuk është vetëm nga frika e dënimit, por nga malli për Allahun fuqiplot. Ai që e do vërtet Allahun, ai kthehet tek ai. Kthimi i vërtet është rikthim i dashurisë, jo vetëm ikje nga ndëshkimi. Kthimi tek Allahu nuk është dobësi, por forcë shpirtërore. Nuk është humbje, por shpëtim. Nuk është fund, por fillimi i ri. Allahu nuk don poshtrimin e robit të tij, por don ngritjen, lartësimin e tij në gradat më të larta. Në ajetin 53 të surës Zumar, Allahu na fton që gjithmonë të kemi shpresë tek mëshira e tij. Ai na thot: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj, o robët e mi që keni bërë padrejtësi ndaj vetes, mos u dëshpëroni nga mëshira e Allahut. Mos hiqni dorë nga mëshira e Allahut. Mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Ky ajet është shpresë, është mëshirë dhe kthim tek Allahu, pa humbur shpresën, pavarësisht se sa të mëdha janë gabimet apo gjunahet. Në këtë ajet Allahu fuqiplot i drejtohet jo vetëm të devotshmit, por edhe mëkatarit. Ai i quan njerëzve në këtë ajet o robët e mi. Prandaj dhe u drejtohet atyre të gjithë atyre që i kanë bërë padrejtësi vetave të veta, me mëkate, me gjunahe, apo me vepra të këqija. Ajeti na mëson se asnjë mëkat nuk është më i madh se mëshira e Allahut fuqiplot. Dëshpërimi nga mëshira e Allahut është vetë një gabim i rëndë, është një mëkat i madh. Pra, të jesh i dëshpëruar nga mëshira e Allahut, apo të heqë të mos shpresosh tek mëshira e Allahut. Ajeti na mëson se dera e pendimit është gjithmonë e hapur, për sa kohë njeriu është gjallë dhe kthehet me sinqeritet tek Allahu fuqiplot. Ajeti
rrezon ndjenjën e humbjes, vetëpërshmimit dhe dorëzimit shpirtëror, duke e zëvendësuar me shpresë dhe me besim. Sado larg të ketë shkuar njeriu në gabim, rruga e kthimit tek Allahu mbetet gjithmonë e hapur, sepse mëshira e tij e tejkalon zemrimin. Prandaj ky ajet, pra ajeti 53 në surën Zumer, konsiderohet si ajeti më shpresdhënës i Kuranit, sepse fton çdo zemër të thyer të kthehet pa frikë e pa dëshpërim te krijuesi i saj. Prandaj mos hezito të kthehesh tek Allahu, edhe nëse mëkatet e tua janë shtuar shumë, sepse ai që të mbuloi ty ndërsa ishe nën çatinë e mëkatit, kur nuk do të braktis kur të jesh nën krahat e pendimit. Të dashur vëllezër dhe motra, kur themi se kthimi tek Allahu është forcë shpirtërore, kjo ka kuptimin e forcës mbi vetveten. Kthimi tek Allahu, pra pendimi dhe afrimi te ai, i jep njeriu fuqinë të mposht egon, pasionet dhe mëkatin. Njeriu nuk dorëzohet, por ngrihet përsëri kur ai kthehet pra tek Allahu. Kthimi tek Allahu është forcë shpirtërore dhe ka kuptimin e qetësisë dhe sigurisë së brendshme. Kur njeriu kthehet te Allahu, zemra çlirohet nga barra e fajit, frikës dhe ankthit. Kjo qetësi është një forcë e brendshme që e stabilizon njeriu përballë vështirësive. Kthimi te Allahu është forcë shpirtërore dhe ka kuptimin e rikthimit të drejtimit të jetës. Kthimi tek Allahu i jep jetës kuptim dhe orientim. Njeriu kur kthehet te Allahu e di pse jeton dhe ku po shkon, dhe kjo vetdije e bën shpirtërisht të fuqishëm dhe të fortë. Kthimi tek Allahu është forcë shpirtërore dhe ka kuptimin e shpresës dhe rezistencës ndaj dëshpërimit. Pendimi e mbron njeriu nga dëshpërimi. Ai beson se dera e mëshirës është gjithmonë e hapur, prandaj ai nuk thyhet nga gabimet, fajet apo gjunahet. Kthimi te Allahu është forcë shpirtërore dhe ka kuptimin e lidhjes me burimin e fuqisë, Allahun e plotfuqishëm. Duke u kthyer te Allahu, njeriu lidhet me burimin absolut të fuqisë. Dhe kjo lidhje i jep forcë për të përballuar sfidat e jetës. Kthimi tek Allahu nuk është dobësi apo dorëzim, por forcë shpirtërore, sepse e pastron zemrën, e forcon vullnetin dhe i jep njeriu të shpresë, qetësi dhe qëndrueshmëri. Të dashur vëllezër dhe motra, jemi në fillim të muajit të begat të Shabanit. Le ta shfrytëzojmë këtë muaj për të kthyer tek Allahu me pendim të sinqert. Çdo natë e ditë le të themi 70 herë astaghfirullah wa as'aluhu at-tawbah. Kërkoj falje nga Allahu dhe i kërkoj atij pendim. Kjo është një lutje e shkurtër dhe shumë e vlefshme për pastrimin e shpirtit, kthimin dhe afrimin me Allahun. Prandaj le ta praktikojmë çdo ditë dhe çdo natë. Qofshim prej atyre që kthehen tek Allahu me pendim të sinqert, qofshim prej atyre që janë të kënaqur tek Allahu, qofshim prej atyre inshallah që zbatojnë udhëzimet e krijuesit, Allahut fuqiplot, udhëzimet e profetit Muhammed dhe të familjes së tij të pastër të ndritur. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.